tunel parë dhe në Zhabar që vetëm kanë filluar në proces, është pjesa e palestrës Omnisporti ku kemi siguruar një fond prej 1 milion euro prej Ministrisë së Sportit, edhe do të vazhdojmë edhe shumë kemi projekte dhe ide të tjera për infrastrukturën dhe modernizimin për shkak se mungesa e infrastrukturës e pamundson zhvillimin e sportit edhe të arriturat e talentëve. Është para kusht. Tash rreth çështjes së Adem Jasharit është ashtu pak a shumë çështë tha dhe profa. Ka një kontratë të negociuar në vitin 2019. Vetëm fillim e punimeve duke mos i qartësuar çështjet pronësore, ligjore, të lejeve të ndërtimit dhe çështjet e tjera, të cilat më vonë kanë futur në një fazë të vështirësive që nëse nuk gabojnë ja 3 vjet u dash më kthy në pikën 0 ku u dash me fillu procesi. Unë tash jam në kontakt ditor me Ministrin e Sportit, Blerim Gashani, që edhe ai është një ish futbollist e një dashamir i madh i sportit. Edhe unë mendoj që shumë shpejt bazë informacioneve që i kam, ka me pas një trajektore tjetër, zhvillimet rreth stadiumit Adem Jashari, nuk është përgjegjësi e komunës edhe jam si kryetar, po kjo nuk nënkupton që unë më dal prej avokimit. Mos më impliku përmes avokimit në çarçet qeveritare që më dhon drejtim për shkak se renovimi i Adem Jasharit për ekonominë e Mitrovicës nënkupton shumë. Mitrovica meriton më shumë me dhona edhe për sportin edhe për fushëveprimtaritë e tjera. Edhe për këtë arsye kemi me vazhdu, kam siguruar edhe 5 fusha moderne të tenisit, 2 fusha të padellit. Në një periudhë 6 mujore, do të thotë, është bërë për sportin në Mitrovicë se kam fillu.